unë besoj personalisht që është më shumë një iluzion i demokratizimit se një demokratizim i mirëfillt. Sepse gjëja që dim tashmë është që njerëzit në fakt në rrjetet sociale flasin në mënyrë të vazhdueshme vetë në vetë ose me njëri tjetrin. Echo chambers. Krijojnë echo chamber sistematike. Dhe echo chamber sistematike kanë sjellë që është bërë shumë e vështirë që grupe të caktuara të flasin me njëri tjetrin. Dhe në fakt demokratizimi duhet sillte si produkt krijimin e më shumë linjave të mesme. Pra njerëzit dëgjojnë dhe një palë dhe një palë dhe një palë dhe një palë. Ndërkohë ka polarizuar totalisht. Ndërkohë që në fakt ka sill polarizim. Kështu që kjo në fakt është vërtetimi i faktit që në fakt komunikimi nuk është demokratizuar, por nga fakti që algoritmet janë në dorë të pak njerëzve. Nuk janë të prirur me synim demokratizimin e mesazhit, po maksimizimin e fitimit. Dhe maksimizimi i fitimit ke algoritmi nuk sillet duke ja çuar mesazhin sa më shumë njerëzve, por duke ja çuar sa më shumë njerëzve që ndërveprojnë me atë mesazh, që thot sa më shumë njerëz që mendojnë në mënyrë të ngjashme me atë mesazh, struktura edhe e Metës, edhe TikTokut, edhe e X-it janë të ndërtuara që të krijojnë echo chamber-et, sepse rrit angazhimin. Dhe ata e nxisin krijimin e echo chamber-eve. Për t'ia shpjeguar kush na ndjek, echo chamber janë një dhomë ku janë njerëz të ngjashëm flasin me njëri tjetrin, por cilët s'kan mundësi t'ia komunikojnë mesazhin e tyre dikujt që s'mendon si ta. Dhe për rrjedhoj, teksa ne na duket sikur kemi një mekanizëm shumë demokratik, në fakt kemi në botën virtuale kemi grupe që janë të mbledhur sipas besimit të tyre, që ndjojnë njëri tjetrin. Dhe në fakt thjesht e rithon dhe polarizojnë dhe më shumë mesazhin.